në këta minutat e pakta ju vëllezër, do të mundohemi me i dhamë tefsir Suratul Qadr me lejnë Allah Azza wa Jall. Elusmi Allah Azza wa Jall që Zoti na jep khajr dhe bereqet. Suratul Qadr, mas pari kjo surë është Suratul Qadr, e që do në thonë nata e caktimit apo caktimit. Nga se kjo natë ka qenë edhe më përpara se sa Ramazani. është Suratul Qadr, sumjet një Qadr, dhe më thonë është nata e caktimit. Allahu vendos në këtë natë me urtësinë e tij dhe dëshirën e tij. Zoti nuk vendos me natë, në çështë që ti kemë apo. Allah vendos me dëshirën e tij dhe urtësinë e tij. Dëshira e tij dhe urtësia e tij është në dobi të robit. Çka vendos Allah Azza wa Jall? A vendos tek Lauhil Mahfuz? Jo. Ajo është prej atij momenti që kriju kjo pllak, Allah i ka thonë lapsit shëna. Dhe ka shënu lapsit. Mirë po, ku ndryshan kaderi, caktimi dhe ku vendos Allah Azza wa Jall? Vendos brenda vitit në qiellin e parë të dunjas tonë, vendos caktimi i çdo kujna. Dhe ky caktim zbret gradualisht brenda vitit, ditë pas dite, zbret caktimi i Allahut Azza që shka me ndodhë për një person. Për to është dhe ajeti i parë, inna anzalnahu. Kjo damiru hu, dhe më thonë Allah, na e kemi zbrit natën e Kadrit. Ne e kemi zbrit ato në Koranin, ato në natën e Kadrit. Hu e ka për qëllim kusht tek Korani. E kemi zbrit në natën e Kadrit dhe ato në Koranit. Këto e kuptojmë në fjallë që i thash ma përpara pas ka qenë natë e Kadrit. Pa Allah Azza wa Jall e ka zgjedh natën e Kadrit që të zbret, në më thonë edhe Korani, fi lejletil Qadr, në thonë natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul Qadr. E çka të shtyni ty për me ditë vlerën, madhështinë, pozitën e kësaj të natës së Kadrit. Pejgamberi është angazhu shumë. Kur ka një për natën e Kadrit, Allah i ka treguar për natën e Kadrit, që është nata e Kadrit, është mundu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës tij, gjatë agjerimeve të tij për me prit natën e Kadrit. Allah thotë çka të shtyni ty me ditë që është nata e Kadrit. Pastaj për jep Allah Azza vlerë se çka do të thonë nata e Kadrit pozit. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Dhe më thonë, një ibadet që bëhet në këtë natë është më e mirë se sa çaj ibadet i njëjti që bëhet 1000 muaj. Këto i jep kuptim që veprën e dan Allah Azza wa në këtë natë. Në moment që kushdo e arrin natën e Kadrit, një lutje e tij, një dhikr i tij, një ajet i tij që lexon, një ibadet i tij, është më i mirë tek Allahu se sa 83 vite ai që lut Allahun vazhdueshëm. Subhanallah. Pastaj Allah va thot tanazzalu al-malaikatu war-ruh. Zbresin melaiket. Melaiket këtu shkon në tefsir të shumë mufessirëve. Asnjë melek nuk jetë në qiell. Derisa Sidratul Muntaha. Fjala Muntaha, po të kallëzat, Sidratul Muntaha. Do të kallëzat vesh fjala shpreha në gjumëra. Muntaha është e përfunduar. A thonë e fundit melekët Allahu Azza wa Jall. Deri ati nuk rrin asnjë melek në këtë natë. Krejt zbret, Allahu Akbar. Pse më zbrit këtë melekët? Vetëm që po zbret saktimi Allahut, Allah po fol, Allahu Akbar. Zbret saktimi Zotit në qiellin e parë të dunjas tonë. Dhe jetë në qiellin e parë të dunjas tonë. Pastaj çka? Graduale qysh thash. Gradualisht mbrana ditëve zbret saktimi, kime hangur, kime pi, kime vdek, kime ushtu, çdo sen, subhanallah. Edhe me lekët që po fol Allah Azza wa Jall, zbresin, asnjë nuk jetë në qiell. War-ruhu, edhe me leku Gjibril. War-ruhu edhe melekët Gjibril, edhe meleku Gjibril zbret. Fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Në të që zbresin melekët, zbresin melekët me caktimin e Allahut Azza wa Jall dhe me caktimin që Zoti ka vendosur. Në mënyrën nga ana e Allahut të prerë. Çdo melek merr vesh. Allah ka vendosur për filanin këto zbret ky melek.
I ka thënë tjetër, Allah pas ka vendosur për filanin këto. Allah ka vënë krejt me nejkët. Ushtria e Allahut është e madhe që thot Allah dhe nuk e në ushtrinë e Zotit veç ai. Çdo melek merr informat prej Zotit për çdo person. Ka vendosur dhe këtë melekët e zbresin njëri me tjetrin të i dhanë lajm, ka vendosur për filanin, ka vendosur për filanin, kështu të mëra. Min kulli emër, në thonë njërë të prejrë. Që në thonë njërë të prejrë? Në caktë. Që ashtë që shka thonë Allah, që ka me vendosë, bindje. Selamun, kjo natë është pache. është pache, nuk ka ngarkesë për shejtanve. Mund më thonë hoqë, pa ka thonë për me shejtan lidhen, po është e vërtet, po është e vërtet. Shejtan të maj lidhen, është e vërtet. Ata që janë matë kryesor lidhen. Mi po shejtanët e tjerë janë të smutë. Mi po këtë natë, për fuqisë të Allah dhe fuqisë së natët me prezentim të melekëve, shejtan nuk mujë me bu më shere. është pache kjo natë. Pastaj, ndërse ka pse pache, vinë melekët dhe i përshëndesin njerëzit në përftyra. Ka të po selam Zotit për ty ka vendosur qështë. Tjetër, po mish na së shohmi, çdo melek për para ftyrës ta jep ty kaderin. Kemi dëgjuar prej Zotit, për ty është selam, paqe. E kështu në radhë sfana. Hatta selamun hiya hatta matla'i al-fajr. Që kjo kader që zbet dhe kjo mshirë, kjo rahmet, këto sende këtë që na e përjetojmi. Deri kur gjatë, deri në agimin e vërtetë. Fillon mbas namazit i kindis, mbaron nata e kadrit deri në sabaj, në namazin e sabajit. Subhanallah. Kjo është tefsiri i përfshin të surës të Qadr. Shpejt e shpejt, kjo të shkurta në Suratul Qadr. Sonte është nata e 25. Ka prej sahabëve që u shbetu në Allahun dhe ka thonë pasha Allahun, nata e kadrit ka qenë nata e 25. Shëqërun edhe këtë natë mirë, Allahu a'lam, Allah dhe mas mirëti, mi porun edhe këtë natë, Allah në mundësur që edhe në të tjera mirur, dhe i sa të arritmi natën e kadrit, që dim vlerën dhe pozitës natës e kadrit.